Debatet mes Juelës dhe Gretës duket se nuk kanë fund në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Gjithçka nisi në prahimin e së martës, kur Juela u vendos përballë kutisë së Pandorës dhe çoi në nominim Gretën, Selin dhe Gimbon, të cilëve ju bashkëngjitet edhe Rogerti që është në nominim të përhershëm. Ditën e sotme, duket se Greta ka ndjekur Juelën hap pas hapi, duke dashur që ta nxjerrë jashtë kontrollit në mënyrë që të anulohet televotimi. Madje që mbrëm, ajo i la një shënim te dollapi i saj i rrobave të dhoma e grimin. Juela. Shkruaj në të cilën Greta thot që e ka për karamele. Ndërsa sot, pasi e pështyu, ajo i zuri derën të lavanderia që të mos e linte të kalonte. Juela nuk bëri asnjë gjes, thjesht i tha se mund të rinë sa të duan aty. Në ato momente Gretën e therasin për të dhoma e rrëfimit, e teksa po shkonte i përmend, fillon me K dhe mbaron me A. Nuk dihet se për çfarë e ka fjalën banorja, por duket se është një provokim për Juelën që të dalë nga vetja. Juela, publiku e ka parë kush je ti, me pështyma, me dhunë. Greta, nuk më intereson publiku se nuk jetoj për publikun. Unë jetoj për veten time, për familjen time dhe njerëzit e mi të dashur. Juela, atëherë dil jashta, ec. Ua ke nxirr fytyrën me pështymën. Juela, prandaj pështyve. Qa, do më ndalosh të kaloj? Juela, nuk më ndalon të kaloj. Greta, edhe ti më ke bërë shumë gjëra. Juela, rrim këtu sa të duash. Juela, hajde moj, ik moj pise. Shko të dhoma e rrëfimit, e shkreta, e mira ti. Greta, fillon me K dhe mbaron me A. Juela, ti e mirume, thuaj foton, fillon me K dhe mbaron me A thot, jashtë kontrolli. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.